Në skenën e teatrit Migjeni u shfaq monodrama Andra e Nën Terezës, Njerëzoria hynore, një rrëfim i thellë artistik dhe shpirtëror kushtuar figurës së Nën Terezës. Nën interpretimin e artistes së mirënjohur Justina Aliaj, publiku përfshin në një udhëtim emocional mbi jetën, sakrificën dhe dashurinë universale të shenjtores shqiptare. Jeta është shtim. Jeta është luftë. Vepra me regji të Gëzim Kames erdhi si një ndërthurje e fjalës, muzikës dhe reflektimi duke sjellë në qendër dimensionin njerëzor dhe hynor të Nën Terezës. Pas shfaqjes, Justina Aliaj ndalet te procesi i mishërimit të figurës së Nën Terezës dhe përgjegjësia shpirtërore që mbart ky rol. Nuk është ajo që rrin ton ditën ty u lut, jo. Ajo lutet për Zotin e për smurët, po me njerëzit ka marrëdhënie njerëzore si gjithë ne. Ashtu siç ka të përpjeta të pjeta, me intriga, me shpithi, me bukuri, me mirësi, me takime që ka produktivitet. Duhet parë në këtë kompleks Nën Tereza dhe duhet me pas sidomos për mu, ishte pikë nevralgjike që ajo e kishte të vërtet thirrjen e brendshme. Shfaqja u prit me interes nga publiku shkodran, teksa fjala dhe muzika u bashkuan për të përcjellë një mesazh të fortë human dhe frymëzues.